Në seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Ulqinit u shpreh shqetësimi për mungesën e transparencës dhe nxitimin e procesit të zhvillimit të plazhit të madh. Kuvendi kundërshtoi çdo vendim që përfshin të gjithë plazhin e madh në planet e zhvillimit dhe shprehu rezerva ndaj marrëveshjes mes qeverisë së Malit të Zi dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, e cila mund të ndikojë në ligjet dhe planet hapësinore të zonës. Komuna e Ulqinit u obligua të njoftojë investitorin dhe institucionet ndërkombëtare mbi këto konkluzione. Kuvendi theksoi nevojën për përfshirjen aktive të komunitetit lokal në përcaktimin e kufejve të zhvillimit në plazhin e madh, duke kundërshtuar çdo projekt që cënon interesat e qytetarëve dhe të brezave të ardhshëm. Po ashtu u kërkua transparencë dhe respektimi i procedurave ligjore, ndërsa marrëveshja me Emiratet e Bashkuara Arabe u cilësua si e papranueshme nëse çon në shkeljen e ligjeve dhe planeve ekzistuese. Të dy seancat e jashtëzakonshme duhet shikuar në kontinuitet. Ne vazhdimisht japim mesazh që kemi nevojë për investime të qëndrueshme dhe punën deri tanishme e shumë njerëzve nuk mund ta hedhim për tokë. Ky mesazh i cili është dhënë nga Kuvendi i Komunës është mesazh që gjithë qytetarët e komunës mendoj, do të thoya, në të njëjtën mënyrë, përfaqësuesit e tyre kanë të njëjtat mendime dhe ne jemi të vendosur që të mbrojmë nëse eventualisht do të niset të tjetërsohet plazhi i madh. Ne kemi obligimet edhe nga këto dhe nga kjo seancë ne do të kontaktojmë ambasadat e huaja, veç që kemi kontaktuar tani edhe në mënyrë edhe më zyrtare, do të njohim opinionin dhe sigurisht që çdo seancë, çdo mundësi e veprimit unë do ta shfrytëzoj deri në fund. Jo vetëm unë, por e shihni që jemi duke u planifikuar hapa të cilat janë të përshpejtuara jo nga ana jonë, pa nga ana e qeverisë, sepse është shpejtësi marramendse me të cilën janë duke u marrë hapat nga ana e qeverisë. Si duket është një aktivitet i planifikuar gjatë dhe si duket me shembuj nga rajoni, tentohet që të tjetërsohet diçka që është për ne jetësore. Kjo është rreziku më i madh që është drejtu Ulqinit ndonjëherë. Ky është një rrezik i cili na ka teku gjeneratës tonë. Pa dëshiru na edhe pa punu në atë punë. Do shtë edhe ishë punu. Hajti pranom gabimet. Ti pranom gabimet si jemi sjell me plane, si jemi sjell ndaj punave afatgjata, edhe njëherë shfrytëzoj rastin. Ju e dini se unë gjukën më një pasa tashpër. Nuk e shah fajtorin brenda nesh. Nuk e shah. Gabime po. Nuk jam të fol për këtë situatë, të fol për përgjithësi. Qeverisja e Malit Zi fatkeqësisht nuk sillet mirë me Ulqin. E kam thënë në Tubin. E kam thënë në Kuvendin e kaluar. As sot, as dje, as pardje. Aty e nal, se nuk du me përmend. As sot, as dje, as pardje. Nuk sillet. Si duket gjithë qeverisit e kanë pas një qëndrim. Nënversimi i ndaj nesh ka qenë maksimal, nuk di kush e ka përmend atë. Nënversimi nga ana qeverisë, nga ndaj komunës sonë ka qenë maksimal. Domethënë nuk vlen brenda nesh, por jeni aty na përgjigjet. Unë jam sigurt se nuk ka komunë nivelin e Malit Zi si arrin këçi lloj dinjiteti. Edhe këçi lloj qëndrimi. Njështu si jemi. Shamatumon, për çamon, me interesa, pa interesa, nuk besej. Ju kujtohet, kena pas dallime për fushë pishave, për pyet pishave, për krypore, Valdenas, po i kemi fitu një ata beteja, edhe kryporen, edhe Valdenosin, jemi sigurt edhe këtë e fitojnë. Sipas këtyre përfundimeve, Kuvendi i Ulqinit shpreh shqetësim të madh për procesin e paqartë dhe jo transparent